Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. I shërbeva babait të sëmur për vite dhe ai la pasuri vetëm për vëllain. Quhem Elvana, jam 32 vjeç dhe gjithë jetën time ja kam kushtuar babait tim. Nuk isha një vajzë që kërkonte luks apo komoditet. Që nga adoleshenca kam kuptuar që familja ime kishte nevojra të veçanta. Babai u sëmur kur unë isha 20 vjeç dhe u përballa me një realitet që do të më shkatronte shpirtërisht. Çdo ditë kujdesesha për të ngrënë, për të pirë ilaçet, për të ndihmuar të ecë, për të bërë gjithçka që një grua e re nuk duhet të bëj vetëm. Në vend që të isha duke jetuar jetën time, çdo orë dhe minutë më përkiste atij. Jetoja për të, jo për veten. Shokët dhe shoqëria ime më pyesnin pse nuk shkoja jashtë, pse nuk kisha një punë normale apo një të dashur. Por unë kisha një mision, të mos e lija baban të ndjente dhimbje i vetëm. Vit pas viti, kalonte viti dhe kujdesi rritej. Kur babai u diagnostikua me sëmundje të rëndë, unë shpesh nuk flija gjithë natën. Kur motra ime apo vëllai shikonin filmat e tyre dhe bënin udhëtime, unë isha duke pastruar dhomën e babait ose duke marrë ilaçet që ai haronte. Unë i dhash çdo orë të jetës time. Shkollën dhe punën time i kisha haruar. Në çdo moment, çdo sakrificë ishte për të. Kur nuk kërkova falenderime, thjesht desha që të ishte i lumtur dhe të mos ndjej i pafuqishëm apo i braktisur. Kur babai na la pas, mendova se gjëja e parë që do të bëja ishte të merrja një pjesë të asaj që unë meritoja. Por kur avokati lexoi testamentin, trupi im u mpi. Pasuria e tij, shtëpia ku kishim jetuar të gjithë, llogaritë bankare, çdo pronë ishin të vëllait tim. Nuk kishte asnjë fjalë për mua, nuk kishte asnjë falënderim për vitet që kisha dhënë. Nuk kishte asgjë që të tregonte se babai kishte parë sakrificën time. Në atë moment ndjeva një boshllëk që nuk e kisha ndjerë kurrë. Zemra ime ishte e thyer, shpirti më isha për tokë. Unë isha vajza që dha gjithçka, por që nuk mori asgjë. Ditët kalonin dhe unë kuptova se kjo histori nuk ishte vetëm për humbjen materiale. Ishte më shumë humbja e vlerësimit, e dashurisë që prisja të ndjeja nga një njeri që faktikisht kam dhënë çdo gjë për të. Ishte një mesim i dhunshëm. Ndonjëherë, sakrificat e mëdha nuk kthehen, pavarësisht se sa dashuri dhe përkushtim japim. Por një pjesë e imja nuk u dorëzua, edhe pse zemra më ishte thyer, fillova të rimendoj jetën time. Tani nuk jam më vetëm vajza e babait të sëmur. Jam një grua që duhet jetoj për veten, të ndërtoj historinë time dhe të mos pres falenderime nga ata që nuk e shohin sakrificën.